Pastaj përmend hadithin ku Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu thot, njëherë pyti, tha, kush prej jush e mban mend hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam rreth fitneve, që flet për fitnet, për sprovat, për telashet. I tha Hudhaifa ibn al-Yamani radiallahu anhu, thot, o Omer, atër filloi e tha, fitnetur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi yukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-sadaqa. Sprovat e njerëzit në familje, në pasuri, edhe tek komshinët e tij i pastrojnë ose i fshin namazi, agjerimi dhe sadakaja. Besimtari, nëse ndodh dhe ka në telashe, në sprov, në i ka bon diku i keq për anëtarëve të familjes, ka në telashe me njerëz të caktuar, atër i fshihen këto mëkatet të cilat ka mujt me i bën, nëse bën namaz, nëse agjeron, edhe nëse jep sadak. Pra, nuk është patjetër me bot të trijet më njerë, por cillën do që e bën, me lejet Allahut i fshihen mëkatet. Këtu janë për qëllim mëkatet e vogla, pra